Përshëndetje të nderuar miq, ja ku po takohemi sërish në kanalin Monitor TV për të komentuar dhe për të biseduar me ju tashmë raportin i cili është krijuar dhe vazhdon të jetë brenda shtëpisë së Big Brotherit. Egli dhe Gjesti janë dy banorët më të komentuar dhe më të pritshmit nga publiku se çfarë do të ndodhen me to. Gjatë natës së mbrëmshme, Egli ka patur një diskutim me Gjestin, por nuk janë diskutime edhe pse do me thënë grinden si kur një çift, por nuk janë diskutime të tipit ofendues drejt njëri tjetrit, por në fund përfundojnë me një buzëqeshje. Egli i thonte Gjestit mbrëm, gjithçka që ke bërë me mua, e ke bërë se e di që nuk ta luaj fillin. I thonte, ti thoje që unë po të ndjek. Dhe më pas Gjesti i thonte, nëse ti do ishe afruar dikujt, unë do isha ndjerë shumë keq dhe do të thuaja dy fytyrshe. Gjesti po mundohet në çfarë do lloj mënyre ta merë vëmendjen e Eglit edhe ta kthen Eglin. Ato kanë biseduar, kanë komentuar se çfarë ka ndodhur poshtë jorganit, gjërat e cilat ne nuk i kemi pa, por janë komentuar në fan club me Heidi Bacin dhe janë folur si gjëra. Tani, Gjesti dhe Egli mbrëm po diskutonin. Në shumicën e rasteve, Gjesti i thonte nuk të kam lënë të qetë se më kujtoje motrën time, nuk doja të mërziteshe për gjëra të kota. Do me thënë, Gjesti ka parë shumë gjëra tek Egli dhe shpirtërisht mallin e tij e ka hequr me Eglin. E ka hequr me ndjesinë e Eglit. Unë po shoh, kjo që po shoh unë është kjo. Gjesti po e bën situatën gati që të thyej kutinë e emergjencës, të merr unazën dhe t'i adhuroj Eglit. Unë këtë po shoh. Do me thënë, diskutimi i tyre, debati i tyre është shumë i ëmbël. Ka një lloj grindje të lezetshme, që ka një lloj buzëqeshje, nuk kalon më në atë denigrimin, në ato të bërtiturat, në ato ofendimet, në ato sharjet. Do të thënë, gjakrat janë ulur dhe kjo xhelozia që ishte e pranishme mes Eglit kundër drejt Gjestit tashmë po shndrohet në një pasion, po shndrohet në një romancë dhe Eglit i pëlqen që Gjesti po i shkon nga mbrapa Eglit. Gjesti më pas i thot, ishe tepër e bezdisshme, nuk më kuptoje, nuk kam dashur të mërzitesh, i thot Gjesti. E shpjegoj në me thënë krejtësisht situatën. Gjesti i thot, Egli thot, pse bëre këtë gjën? Pse më bëre që të dashurohem kur ti nuk ndjeje asnjë gjë? Pse nuk i vure pikë kësaj gjës? Edhe do mbete me kaq, ndërsa Gjesti i thot, po unë e kam vënë pikën. Egli i thot, si e ke vënë pikën, kur ti vjen dhe më afrohesh prapë, thot, pse thot do të më rikthesh? Ja bëri Egli këtë pyetjen, pse thot do të më rikthesh, për çfarë arsye? Gjesti i thot, po duam, i thot, se ndjem mirë me ty. Kaloj mirë me ty, qeshe me ty, argëtohem me ty, e shijoj pafund momentin me ty. Tani unë nuk e kuptoj dot, a vërtet Gjesti e do, apo bën një lojë sepse do që të mbërihet tek unaza, sepse ka mbetur kutia unazës për të thyer, nga që dyshimet janë shumë të mëdha. Tani, a do thyej Jozi unazën apo do thyej Gjesti? Por gjithsesi, Gjesti po e ëmbëlson punën, do me thënë po qëndron shumë në bisedë me Eglin, po qëndron nga 5-6 orë mes njëri tjetrin. Te kush po qahesh, i thot, te këta, u desh të më ulje mua në shtëpi, që do me thënë Egli i thot Gjestit, që u desh mua të më ulje në shtëpi, ndërsa Gjesti i thot te kush po qahesh, te këta, sepse Egli vazhdon ta bën këtë pjesën e të qarës, do me thënë vazhdon shkon tek banorët e tjerë. Por Egli i thot në ktill, ti ke luajtur, formove një rreth ku në qendër isha unë dhe i haja të gjitha. Ndërsa Gjesti thot nuk është e vërtet, thot unë asnjë mënyrë nuk luaja. Unë thot gjithmonë mundohesha që ti të mos jesh në qendër të ngjarjes, gjithmonë thot mundohesha që ty të shoh të lumtur edhe të gëzuar. E kam ditur që do i hyj thellit. Gjesti ja bëra vete se u inkuadrove në lojë.
Më pas, do me thënë, ato kanë folur të dy së bashku dhe biseda ka përfunduar shumë e ëmbël, por e kanë këtë mënyrën se si e vazhdojnë këtë gjën, mënyrën se si e luajnë këtë gjën, mënyrën se si e ndërtojnë këtë gjën, është si ato çiftet kur vrapojnë rreth njëri tjetrit edhe kur duan t'i propozojnë martes njëri tjetrit, apo fejes, apo duan t'i japin dashuri, dhe mua kështu më duket. Unë e pres në çdo moment që Gjesti të thyej kutinë e emergjencës dhe të merru nazën. Egli është kritësisht një egli tjetër. Është më e bukur, është më e ëmbël, kujdeset shumë për veten, qëndron më stoike në vendimet e saj, më e argumentuar, më e artikuluar, më femër e guximshme. Në thënë nga ajo egli që u shëndrua herën e kaluar, që ra kritësisht në vete, tashmë është një egli tjetër që parimore e ka vënë veten, e ka vënë lojën e saj dhe po e shëndron një mashkull në përndjekës. Dhe Gjestin, si çdo mashkull, kur një femër nuk ja var dhe ai e dëshiron me patjetër fokusin e një femrës, shëndrohet në përndjekës, do dhe nuk do. Dhe brenda asaj shtëpie 24/7 Gjesti nuk ka ku t'i ikën Egli, dhe me patjetër do shkon, do flet me të, do ja merr vëmendjen, do me thënë, Egli arriti atë qëllimin e saj. Egli hyri me këtë qëllim, që të ndaj Gjestin nga Rozana dhe ta merr për vete, dhe të shkoj Gjesti pas saj, dhe Gjesti këtë gjë po bën. Po ta ndiqni me detaje Big Brotherin, mënyrën, veprimet, reagimet, shakat, ngacmimet. Për shembull, Gjesti po e ngacmon tash Eglin. Janë bërë si ato dashnorët e sapo njohur, që po ngacmojnë njëri tjetrin, që Gjesti tash edhe po i nxjerrën gjëra, që në fakt po thotë që unë personalisht ty të kam puthur ndër organ dhe ti e din se çfarë puthje ka qenë. Mos ta nxjerrim detajet e puthjes. Dhe ne i kemi kuptuar që puthja ka qenë shumë e nxehtë, edhe ka qenë puthje e zjarrt, sepse në natën që Gjesti ka puthur Eglin te Storm Arena, ju e pasi çfarë puthje ishte, nuk ishte një puthje e të parës herë, domethënë ishte një puthje që brenda asaj puthje kishte shumë emocion. Dhe i njëjti emocion, jam shumë i bindur, sepse tani ne s'kemi qenë ndër organ, por i njëjti emocion ka qenë dhe aty brenda, kur banorët e përmendin për të disatën herë se ti e din se ne çfarë kemi bërë aty, domethënë mos e nxjerrim atë të organit. Tani kur flitet puna e organit, Eglit i pëlqen shumë. Dhe unë e shoh që në mënyrën që Gjesti mundohet ta puth, mundohet ta provokoj me buza, me sy, Egli shkrihet në emocionin e Gjestit. Dhe femrat e këtilla, natyra e Eglit, do me thënë, rrëzohet shumë lehtë në aspektin e ndjesisë, sepse është shumë e dashuruar dhe çfarëdo që të bën Gjesti, ajo është po në shpirtin e saj, dhe lotët që Egli ka derdhë mbrëm, ishte një fakt i argumentuar që ajo Gjestin e do me të gjithë qenien e saj dhe e do me gjithë shka që ai ka. Dhe për këtë gjë, unë e shoh që shumë shpejt Egli do të rëshket në këtë akullin e Gjestit. Mënyra se si Egli mbrëm foli, që asnjëherë në jetën e saj nuk ka folë ashtu. Mënyra se si ajo argumentoi situatën, mënyra se si ajo e mbrojti përsëri Gjestin, dhe mënyra se si ajo e tha që Gjesti kërkoi falje familjes time, vetëm fakti i faljes, unë jam i bindur që Eglin do ta rikthej pranë Gjestit. Tani dhe familja e Eglit në një gjë duhet të kuptojnë. Egli e do atë djalë. Edhe sikur të jetë vetëm një ditë, unë mendoj që e natyrës është ta shijon. E natyrës është të kënaqet, e natyrës është ta jeton, sepse në fund të ditës dashuritë e bukura, dashuritë e vërteta kështu lindin. Dhe ne nuk mundemi ta gjykojmë Gjestin që nuk ka dashuri, sepse besoj që edhe Gjesti do të mban përgjegjësi nesër për këtë gjë, por në momentin që Gjesti nuk i vë pik prap kësaj situate, do me thënë Gjesti ka një qëllim me Eglin dhe ndjen për të. Dhe realisht, rikthimi i Eglit në shtëpi është një rikthim dinjitos, dhe çdo mashkull do kishte ndjerë për të gocën në formën se si ajo është. Jo si ishte, sepse ishte shumë depresive, ishte shumë toksike, ishte shumë ignorante në mënyrën se si shikonte gjërat, ndërsa tani është ajo Egli që e respekton vërtet famën që ka arritur, do me thënë epitetin VIP, respekton vërtet veten e saj dhe njeriu për të cilin është. Dhe tani ne shohim përse Egli është aty brenda, dhe kjo e gërije Gjestin brenda vetes së tij,
dhe gjesti çdo ditë, çdo natë mendon se si unë ta rikthej Eglin, se çfarë unë të bëj me Eglin, sepse atë natë në suite gjesti mendonte se do përfundon në shtrat, por Egli përsëri u tregua e fortë. E kupton edhe pse Egli brenda vetes së saj mund të ketë qenë krejtësisht tjetër gjë, domethënë ka qenë entuziaste, emocionale, në shumicën e rasteve shikonim shumë kuq në fytyrë që nuk kupton tjetër gjë, domethënë, por në këtë pikë ajo tregon një vlerë të njeriut e cila po bën një ndjesi, një emocion shumë interesant. Unë shpresoj që i gjithë ky diskutimi të na çon drejt asaj pikës që ne kemi qef. Tani s'do them që ne Gjestin ta martoj me zorën, se s'martohet njeriu me zorë, por të na çojnë drejt atij momenti që ne duam ta shohim. Dashurinë, emocionin, puthjen dhe pasionin. Nga e gjithë mënyra se si ndodhi brëm diskutimi dhe si përfundoi diskutimi apo biseda që bëni Gjesti dhe Egli, mua më la të kuptoj që në këtë mes, domethënë, kjo dashuria do përfundon me një unas, të paktën kështu e shoh unë. Le të jem edhe gabim. Por në anën tjetër, Egli po shkrihet në emocionin, në pasionin, në ndjesit që fal Gjesti. Do të thënë po e shijon pafund. Dhe një vajzë e kuqe në fytyrë, nga emocionet, nga nxehtësia shpirtërore që i krijon Gjesti dhe një djalë që po e provokon non stop këtë gocën, aty thon një fjalë vjetër ku ka zë nuk është pa gjë. Dhe për këtë gjë shpresojmë që së shpejti Gjesti të thyen unazën dhe nga ky Big Brother le të del një çift, nga ato mure ku janë shkruar historitë e dashurisë, nga ato mure ku janë dëgjuar historitë e jetës, nga ato mure ku janë shikuar puthjet më të zjarta, nga ato mure ku Jorgani ka qenë mbulesë e një nisme të bukur në jetë. Do me thënë, le të shkruhet edhe kjo dashuri dhe le të mbetën kujtimi më i bukur i kësaj shtëpie të madhe shqiptare që ka qindra, mijëra, miliona kujtime brenda. Dhe mua më pëlqen shumë që Gjesti dhe Egli të bëhen bashkë dhe të shijojnë momentin e tyre. Ne do takohemi sërish së bashku, ju vazhdoni të na ndiqni me subscribe në kanalin Monitor TV.